Jemi kthyer sërish drejt për drejt, do të ndalemi tek ngjarja e rënë, tek vrasja e 56 vjeçarit Pjetër Kaza, i cili u qollua marrë në zjarri pranë banesës së tij teksa po kthehej nga puna në fshatin Tale të Lezhës. Lidhem sërish drejt për drejt me gazetarin Martin Marko. Martin, çfarë detaje shtëria kemi deri në këto momente? A kanë arritur autoritetet ta ndërtojnë ngjarjen që ndodhi pikërisht mëngjesin e sotëm? Drejta në fakt, zona bregdetare e Thales u trondit mëngjesin e ditës së sotme nga një atentat, duhet thënë, ku 56 vjeçari Pjetër Kaza u gjet i vrarë në ambientet e makinës së tij teksa ishte kthyer nga puna, është gjetur pikërisht në oborrin e banesës së tij nga bashkëshortja, ndërsa policia e Lezhës dhe prokuria, sigurisht grupi hetimor, e cila po merret pikërisht me një grup të posaçëm, ka arritur të sigurojë në një farë mënyre edhe gjithë dinamikën e se si ka ndodhur ngjarja, ku ka të bëjë pikërisht me sagën e gjakmarrjes, ku ka nisur që prej vitit 1997, ku në familjen Kaza është vrarë pikërisht një nga antarët e kësaj familje, konkretisht kanë vrarë me 7 janar të vitit 1994 një nga vëllezërit e familjes Kaza, ku ka qenë edhe shef i sigurisë apo i krimeve në qytetin e Rreshenit, teksa bëhet me dije se janë autor të dyshuar të asaj ngjarje të ndodhur pikërisht në vitin 1994, Dot dhe Agustin Gjini, të cilët në aso kohë në fakt Greta duhet thënë u arratisën, por 3 vite më pas, në vitin 1997, Martin Kaza, në fakt vllai i viktimes së sotme, ka arritur të ekzekutojë për hakmarrje vëllezërit Gjini në qytetin e Laçit, ku ky fundi në fakt u dënua 22 vite me heqëlirie. Sigurisht, sa i takon gjakmarrjes, pra ka nisur më pas, ku nuk është shuar konflikti mes dy familjeve, ku një vit më parë në fakt duhet përmendim me 28 prill të vitit 2024 në Belgjik u vra një tjetër antar i kësaj familje, të familjes Kaza, konkretisht Agustin Kaza, vëllai i viktimes së ditës së sotme, ndërsa një vit pothuajse më pas kemi të bëjmë pikërisht me një tjetër antar të kësaj familje të vrarë, pikërisht Pjetër Kazën, i cili u gjet i vrarë mëngjesin e sotëm në oborrin e banesës së tij. Policia në fakt, sipas informacioneve më të fundit, ka arritur që të bie në një farë mënyre në gjurmët e autorit të kësaj ngjarje dhe është vënë në ndjekje që prej orëve të para të mëngjesit të ditës së sotme, me sa duket është në kërkim të autorit të krimit të rënd që ndodhi në zonën e Tales, ku nga informacionet dhe nga banorët e zonës, në fakt Greta duhet thonë që nuk janë dëgjuar krismat e armes, çka lën të ketë dyshime që mund të jetë përdorur arma silenciator pra në këtë ngjarje. Në brenda këtyre viteve, pra që prej vitit 1994 kemi të bëjmë me 5 viktima mes 2 fisëve, ku 3 janë nga familja Kaza dhe 2 nga familja Gjini, ku siç e përmenda më sipër, pra kanë arritur që të marrin këtë vrasin aso kohë 2 nga antarët e fisit Gjini. Sigurisht familja Kaza pasi u vran shefin e krimeve në komisariatin e Mirditës dhe çka mund të ketë dyshime që aso kohë të kenë nisur zanafilla e të gjithë ngjarjes, pra si pasojë e pozicionit të punës që kishte pikërisht vllai i viktimes së ditës së sotme aso kohë në komisariatin e policisë së Mirditës. Gjakmarrja apo hakmarrja mes 2 fisëve nuk është ndalur ende, është një plagë mjaft e rëndë, duhet thonë Greta, ku tashmë pra nuk është ndalur dhe kemi pikërisht edhe gjatë ditës së sotme aty ku është duke hetuar policia pikërisht si piste e mundshme është ajo e hakmarrjes. Mirë Martin, unë të falenderoj për gjitha detajet që përsollen lidhja me këtë ngjarje të rëndë.